I pandehuri propozon që çështja të referohet për zgjidhjen e procedurës ndërmjetësimit. Qytetari G.R. që akuzohet se ka vjedhur rrymë dhe i ka shkaktuar dëm Kecit mbi 1.000 euro është pajtuar që rasti i tij të trajtohet me procedurë të ndërmjetësimit. Sipas aktakuzës, më 21 nëntor 2023, G.R. dyshohet se ka vjedhur rrymë, pasi ekipet e Kecit kanë konstatuar se ai kishte bërë lidhje ilegale të rrymës, me qëllim shmangjen e matësit për regjistrim. Në fillim të seancës gjyqësore, prokuroria lexoi përmbajtjen e aktakuzës. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, me datën 31 tetor 2024, në përputhje me dispozitat e kodit të procedurës penale, ka ngritur aktakuzë kundër të pandehurit me të dhënat personale si në shkresat e lëndës, sepse me datën 21 nëntor 2023, në shtëpinë të pandehurit me vendbanim në fshat, gjatë kontrolleve të ekipeve kontrolluese të Kecit, te i pandehuri me numër DPR, kanë konstatuar se i njëjti në vazhdimsi është kyçur direkt në rrjetin elektrik, me qëllim që veti të sjellë dobi pasurore të kundërlehtëshme, duke bërë lidhje ilegale dhe duke anashkaluar matjen e energjisë së shpenzuar. Me që rast, energjia shpenzuar nuk është matur, me çka të dëmtuarës Kec i ka shkaktuar dëm pasuror në vlerën prej 1.358 euro. Pas leximit të aktakuzës së ngritur nga Prokuroria e Prishtinës, i akuzuari u njoftua nga gjyqtari se rasti mund të zgjidhet edhe përmes procedurës së ndërmjetësimit. Për vepra penale të kësaj natyre, ligji parashë mundësinë që çështjen që e keni me të dëmtuar në Kecin me zgjedhjen e procedurë jashtëgjyqësore të ndërmjetësimit. Por nëse pajtohesh me zgjedhjen e ndërmjetësim, rasti fillimisht procedura ndërmjetësim dhe nuk deklarohesh në gjykatë, ki çon? Apo dëshiron me shku me provuatje me zgjedhjen e ndërmjetësim? Pas këtij njoftimi, prokuroria dhe i akuzuari u pajtuan që rasti të dërgohet në ndërmjetësim. I pandehuri propozon që çështja të referohet për zgjidhjen e procedurës ndërmjetësimit. Pas deklarimit të gjitha palëve në lidhje me referimin e këtij rasti në procedurën ndërmjetësimit, gjykata merr vendim, aprovohet propozimi i palëve që çështja të referohet në procedurën ndërmjetësimit dhe obligohet zyra për ndërmjetësim që në afat për 90 ditëve të njoftoj gjykatën lidhur me rezultatin e arritjes marrëveshjes. Prokuroria pretendon se përmes kësaj lidhjeje ilegale, G.R. i ka shkaktuar dëm Kecit në vlerë prej 1.358 euro.